Nazif Çela, artisti I mirënjohur I ISO polifonisë shqiptare, ka reaguar lidhur me skandalin e kompanisë Erzeni që përmes një reklame për produktet që prodhon dhe tregton, ka keq përdorur imazhin e këtyre grupeve që përfaqësojnë traditën e vendit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Çela shpreh se është e turpshme dhe zhgënjyese që përdoren elementët e traditës pas një lloji ndjeshmërie. Artisti thekson se jo çdo ide mund të përdoret për marketing, veçanërisht si në rastin konkret ku shkelet mbi kulturën, krenarin dhe autencitetin e Shqipërisë. Është gënjyese kur një kompani përdor elemente të trashëgimisë kulturore shqiptare vetëm për klikime dhe marketing banal, pas një ndjeshmëri estetike, morale apo profesionale. ISO Polifonia Labe nuk është dekor TikToku dhe as një mjet për të shitur qumësh me figura lopësh, të veshura me kostume popullore në mënyrë groteske. Ajo është një nga pasuritë më të rralla kulturore shqiptare, e njohur nga UNESCO, e lidhur me historinë, dhimbjen, krenarin dhe identitetin e jugut të Shqipërisë. Ta reduktosh këtë trashëgimi në një reklam të nivelit mediokër, me humor të sforcuar dhe estetik artificiale, është jo vetëm mungesë profesionalizmi, por edhe mungesë respekti ndaj kulturës dhe publikut. Kur një kompani arrin në pikën që përdor simbolika kombëtare në mënyrë kaq të cekët, tregon se nuk ka as vizion kreativ, as standard etik dhe as kuptim mbi përgjegjësinë që ka komunikimi publik, shprehet Çela. Sipas Çelës, veç reklamës së shëmtuar, problemi qëndron te mentaliteti I gabuar që e kthen folklorin në objekt talljeje. Problemi nuk është vetëm reklama e shëmtuar, problemi është mentaliteti që qëndron pas saj, ideja se çdo gjë mund të përdoret për marketing, edhe kur deformon traditën dhe e kthen folklorin në karikaturë, në vend që të promovonin kulturën shqiptare me dinjitet, autenticitet dhe finesë, kanë zgjedhur një qasje që duket amatore, e egzageruar dhe pa identitet artistik. Një kompani serioze investon në kreativitetin real, në mesazh, në estetik dhe në respekt ndaj trashëgimisë. Këtu duket se kur e gjithë reklama është ndërtuar mbi sensacionin dhe absurditetin, pa menduar fare për ndikimin që krijon. Përdorimi I ISO polifonisë në këtë mënyrë nuk të bën modern apo viral, të bën të duker sikur nuk kupton as kulturën që po përdor dhe as publikun që po tenton ta bindësh, thekson artisti. Në fund ISO polifonisti Çela nënvizon se ky rast I banalizimit të njërës prej krenarive shqiptare nuk duhet të kalojë pa u vënë edhe nga organet kompetente. Është për të ardhur keq që në vend të një prezantimi dinjitos të produkteve shqiptare, shohim përpjekje të dobta për vëmendje, ku trashëgimia kulturore përdoret si sfond cirku. Kjo nuk është krenari kombëtare, është banalizimi I saj. Për këtë denigrim publik të figurës së Nazif Çelës dhe përdorimin e papërshtatshëm të ISO polifonisë, do t'u drejtohemi organeve kompetente dhe institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe të drejtave të artistëve, shkruan Çela.